Më datën 11 mars, rreth 3 muaj më parë, CNA dërgoi një shkresë zyrtare ku ne i kërkuam Bashkisë së Tiranës të na jepte informacion në lidhje me sipërfaqet e reklamave të vendosura në eventet që zhvillohen nga Bashkia e Tiranës. Pra, shumë e thjeshtë, sa reklama, banera, ledwolle janë vendosur në evente të ndryshme. Le të marrim shembull në sheshin Skënderbej, në koncertin e vitit të ri të vitit 2024-2025 apo evente të ndryshme, pyetëm sa metra katror sipërfaqja e reklamave të dhëna me qira, atyre të vendosura dhe sa janë të ardhurat. Këtu nuk ka ndonjë shkencë të madhe. Bashkia ka bërë kontratën me firmën përkatëse, që ne e kemi investiguar, subjekt bashkëshorti një prej këshilltarëve të sotëm të kryeministrit, e përfshirë në 10 evente për dhënien me qira të ambienteve për të reklamuar. Ne si media kemi kërkuar të na japë informacion për sheshin Skënderbej, për sheshin Nën Tereza dhe për vende të tjera ku janë vendosur ledwollet, reklama, billboardet e tjerë dhe sipërfaqet e tyre. Kontratat që ka bërë Bashkia e Tiranës me kompaninë që do të bëjë menaxhimin e aktivitetit dhe sipërfaqet konkrete, që do të thotë shumë thjesht, në sheshin Skënderbej Bashkia e Tiranës i ka dhënë kompanisë X një sipërfaqe për 100 metra shkatror reklam. Kjo kontratë është kërkuar nga ne për 2 apo 3 vitet e fundit për disa evente të zhvilluara sepse janë të shumta koncertet, aktivitetet, panajiret e tjerë. Ne këto informacione i kërkuam zyrtarisht. Gjithashtu theksuam se na duhen përveç këtyre kontratave apo sipërfaqeve të dhëna dhe të ardhurat e gjeneruara, pra që ka përfituar Bashkia e Tiranës, pra të ardhurat që kanë përfituar qytetarët e Tiranës nga zhvillimi këtyre aktiviteteve, sepse Bashkia ka qenë dhe sponsore, por dhe përfituese. Kemi çuar një shkresë më datë 31 mars, një tjetër në datën 27 prill dhe shkresën e fundit e kemi dërguar ditën e martë, më 26 maj. Bashkia e Tiranës fshes skandalin. I jemi drejtuar komisionerit për të drejtën e informimit. Kemi shkruar edhe publikisht që ne po kërkojmë këto të dhëna, por Bashkia e Tiranës nuk na i vën në dispozicion. Ne nuk duam të akuzojmë në mënyrë të drejtë dhe mos jemi profesionist në investigimin ton. Ne po kërkojmë një gjë shumë të thjeshtë: transparencë për kontratat e reklamave që ka dhënë Bashkia e Tiranës në eventet e saj dhe transparencë për të ardhurat që ajo ka marrë nga këto aktivitete. Por Bashkia e Tiranës nuk na i jep. Cila është arsyeja që Bashkia i fsheh? Mos vall kontratat për dhënien me qira të sipërfaqeve të reklamimit në aktivitete të ndryshme të zhvilluara nga Bashkia e Tiranës në letra janë shumë herë më të vogla se sa në realitet? Mos vall kalojnë në kompani të lidhura me vëllain e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj? Skema e qartë, kontratat i merr një kompani për një sipërfaqe 50 metra katror, pastaj vjen Arbër Veliaj me kompanitë e tij dhe reklamon 1000 metra katror. Për shembull, sipas të dhënave që ne kemi, kontratat janë dhënë për sipërfaqe shumë të vogla, ndërsa në eventet e zhvilluara sipërfaqet e reklamuara janë shumë më të mëdha. Këtu ngrihet dyshim për abuzim dhe skandal që fshihet, pse jo, deri në një aferë. Fshehja që u bëhet këtyre të dhënave, duke mos ju vënë në dispozicion medias, bën bashkëpunëtor të gjithë zyrtarët e bashkisë që nuk përgjigjen, por gjen lloj-lloj formash duke u përpjekur të shmangen informacionet që ne kërkojmë. Na thonë, nëse doni të reklamoni, kjo është mënyra e kontratës. Ne nuk kemi kërkuar kontratë të reklamojmë. Ne kemi kërkuar të marrim informacion për aktivitete që janë zhvilluar, sipërfaqet e reklamave që janë vendosur për këto aktivitete dhe të ardhurat që ka përfituar Bashkia, kontratat me subjektet përkatëse që kanë marrë me qira sipërfaqet e reklamimit dhe shumat e të ardhurave që ka marrë Bashkia në xhep. Shumë e thjeshtë, asgjë më shumë se kaq. Më pas, krahasimi do ta nxjerrë të vërtetën në dritë dhe në rast se do të vazhdojnë të fshihen zyrtarët e Bashkisë së Tiranës, të cilët nuk japin këtë informacion, ne do t'i çojmë përpara përgjegjësisë ligjore, një nga një për shpërdorim detyre. Po shpërdorojnë detyrën jo vetëm duke u përpjekur të fshehin informacionin, duke shkelur më tej ligjin dhe veprimet e tjera, ndoshta përfshirja kontratash, korrigjimin e tyre, pa folur pastaj për faktin që nuk janë kontrolluar sipërfaqet, pa folur për faktin që sipërfaqja e realitetit me sipërfaqet e kontratave është shumë herë më e madhe, pa folur për faktin se të ardhurat e gjeneruara nga Bashkia e Tiranës janë shumë herë më të vogla se sa fakti që duket nga aktivitetet e zhvilluara dhe gjithçka është shumë e qartë. Aferë që fshihet, një grup zyrtarësh të Bashkisë së Tiranës, dhe pse kryetari i tyre është në burg, dhe pse drejtorët e dosjes 5D hynë në burg, dhe pse drejtorë zyrtar janë të akuzuar dhe në hetim, ende kanë kurajën dhe pafytyrësinë e një zyrtari që fshet të dhënat që i kërkojnë mediat, për asgjë më shumë se sa transparencë. Në rast se kontratat janë të rregullta, në rast se sipërfaqet e përdorura me sipërfaqet e kontraktuara janë të njëjta, në rast se të ardhurat janë të sakta, ashtu siç tregojnë planet dhe videot e eventeve të zhvilluara, për çfarë fshehin këto shifra? Ne do të raportojmë me profesionalizëm dhe do t'i kërkojmë këto të dhënat deri në momentin e fundit. Dhe çdo zyrtar që mban përgjegjësi për to, do të shkojë dhe do të përgjigjet para ligjit, nga i pari tek i fundit, pa asnjë përjashtim. Nuk mundet më që një institucion të tallet me mediat, të fshehë të vërtetën, kur është një institucion i mbuluar nga skandalet, aferat dhe korrupsioni. Çdo zyrtar që ka ngelur në atë bashki duhet të ketë të paktën kurajën dhe përgjegjësinë, ashtu si ata që na e kanë dhënë informacionin, për të publikuar dhe për t'i bërë transparente të dhënat që ne kërkojmë. Jo vetëm për CNA-n, por për qytetarët e Tiranës, për publikun, për taksa paguesit, të cilët duhet të dinë
se kush ka përfituar ose nuk ka përfituar nga keq menaxhimi i këtij institucioni apo gjetja e hapësirave për të abuzuar dhe për të mbushur xhepat e njerëzve që rekomandohen me skema nga drejtuesit e kësaj bashkie.